në mentatit të birit të shpirtit shenjt. Amen. Kiri Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria, hyjtat dhe ndikimi i shpirtit shenjt, qoftë me ju të gjithë. Dhe me shpirtin tënd. Të dashur vllazër dhe motra, jemi bashkuar sot në këtë ambient të bukur, në këtë të diell dhe po shënojmë disa festa. Sikur ajo e përvjetorit të ushtimit të kësaj kishe këtu në famullinë e Peshterit, në këtë ditë të diell, plot me diell, në festën e kungimit parë të 3 fëmijëve që sot mezi po presim marrin Krishtin në zemër. Prandaj të gjithë ne si një grigjë e bashkuar e cila ndjek mësimin e Krishtit, ti lutemi atij që të na bëjë të denjë marrim pjesë në leshën e shenjtë, duke i kërkuar falje për fajet e gabimet tona, mshimet e mëkatet tona. Është ai që na e jep një zemër të pastër, prandaj bashkërisht të lutim muratën e pendimit, duke thënë: po i rrfehem hyjë të gjithë pushtetshëm, dhe juve o vëllezër e motra, se kam pranuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me dëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj për porositën timës Mari që të mund virgje, të gjithë engjëjve, shenjtërve dhe juve o vëllezër e motra, që t'i luteni për mua Zoti hyj ton. Hyj gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Amen. Lavdi e qoftë hyj në lartësi qiellore. Te lutemi, o hy fuqie atyre që shpresojnë në ty, vështroj lutjet tona
Dhe pasi pa ndihmën tënde, likështia njerëzore s'mund të bëj asgjë. Na përtri vazhdimisht me hirin tënd, që në zbatim të urdhrimeve të tua, të të pëlqej me vullnet të mire me veprim. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jetën e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexojmë prej librit të Daljes. Në ato ditë, populli i Izraelit arriti në shkret e tirë të Sinajit. Aty ngolën të baneshtën, kundrallin malit. Mojsiu u ngjit e hyrë. Zoti e thirri prej malit e i tha: thuaj kështu shtëpisë Jakubit, e kumtoj Izraelit. Ju vetë pat se çka u bëra egjiptianëve, se si juve ju kam bartur mbi krahet e shqiponjave e ju kam sjell deri tek unë. Prandaj, nëse do të ma dëgjoni fjalën e do të mbani beslidhjen time, ju do të jeni ndër të gjithë popujt prona ime. E imja është mbar toka, ju do të jeni për mua një mbretëri priftërenjësh, e një popull i shenjtë. Këto janë fjalët që do t'ju thuash bijeve të Izraelit, fjala e Zotit. Falenderojmë ty. Tu kam varë leti brohorit Zotit, shërbeni Zotit me hare, dilni para ti me brohoritje. Leta bekojmë Zotit ton, I qomere lavi, ka shepër gjithmon. Dijeni mirë se vetëm Zoti është hy, ai na krijon e ati I përkasim. Jemi populli I ti dhe delet e kullotës së ti. Leta bekojmë Zotin ton, I qomere lavi, ka shepër gjithmon. Sepse I mirë është Zoti, e amshuar dashuria e ti, nga mbreznia në brezni besnikëria e ti. Leta bekojmë Zotin ton, I qomere lavi, ka shepër gjithmon. Lexojmë prej letrës së Shëmpalit Apostoll drejtuar Romakëve. Vëllezër, ndërkohë kur ne ishim të pafuqi, Krishti në kohën e duhur vdiq për bakçet. E pra vështirë do ta pranonte kush të vdes për njeri të drejtë. Ndoshta për ndonjë njeri të mirë, ndokush edhe do merrte guximin të vdes. Por hyji e dëftoi dashurinë e vet kundrejt neve kështu. Ndërsa ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. E mbasi tani ne jemi të shfaqsuar me anë të gjakut e tij, është më se sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Pra në qoftë se u pajtua me hyjen në saje të vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiq të tij, sa me më shumë arsye një herë të pajtuar, do të shëlbohemi me anë të jetës së tij. Dhe jo vetëm kaq. Ne e vëmë mburjen tonë në hyjen në sajet e Jezu Krishtit, Zotit tonë, me anë të cilit tani fituam pajtimin. Fjala e Zotit. Falenderojmë ty. Alleluia, alleluia, alleluia.
është afër mbretëria e qiellit. Kthehuni e besoni Ungjillit. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit shëjt sipas Mateut. Lumturi ti qofi, o Zot. Në atë kohë, kur Jezusi e pa turmën e popullit, ndjeu dhe mshëri për të, sepse ishte në përkëmbur dhe lënë pas dore, si delet pa bari. Atëherë u thanë zënësve të vetë, të korrat janë të mëdha, kurse punëtor ka pak. Lutuni pra Zotërisë të korrave të dërgojë kortar në të korrat e veta. Pastaj Jezusi mblodhi rreth vetes 12 nxënësit e vet e u dha pushtetin të mund t'i dëbojnë shpirtrat e ndytë dhe të mund të shërojnë çdo sëmundje e lengatë. Emrat e 12 apostujve janë këta. I pari Simoni, që quhet Pjetër, e vllai i tij Andreu, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni i vllai, Filipi dhe Bartolomeo, Toma e Mateo ta gramledhësi, Jakobi i Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeu dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Këta 12 Jezusi i dërgoi dhe urdhëroi: mos shkoni ndër pagan, as mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Gjatë udhëtimit predikoni: mbretëria e qiellit është ngjatë. Shëroni të sëmurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të gërgulurit, dëboni djajt. Falas moret, falas edhe jepni. Fjala e Zotit. Qoftë lut e Jezu Krishti. Por të dashur vëllezër dhe motra, shuroj në fillim ta përshëndes dhe falenderoj Don Kolën, familitarin tonë në Peshter, i cili në 20 janar, kur isha për shmasjan, më ftoi që në këtë ditë të prim Meshën e Shenjtë dhe ju tham vërtetën e kam pranuar me gëzim. Edhe për faktin se sikur edhe në katedralen Prishtinë, ashtu edhe këtu ndjehem në një katedrale të hapun, sepse kisha e gjallë jemi ne që bashkohemi në urat. E Krishti thot, aty ku njerëzit bashkohen në urat në emrin tim, aty jam unë midis tyre. Të dashur fëmijë që sot po merrni kungimin e parë. Është festë e bukur kjo sot, dhe po i kujtoj edhe apostujt e ri të Peshterit, ata të cilët ditën e Rshajve në katedralen Prishtinë, si vjetë kanë marrë krezmimin, që Zoti t'i mbaj në hirit të vetë, që t'i udhëheq e t'u ndihmoj ta jetojnë atë që besojnë.
Sot përkujtojmë për vjetorin e kësaj kishe, vitin e kaluar, e di është shënuar edhe me solemnitet, ishte 90 vjetori, dhe i lutemi Zotit që si mëna e mirë që kujdeset për fëmijët e vetë, ashtu dhe ne këtu bashkuar të ndjejmë ëmbëlsinë, hiret e bekimet e Zotit që marrim në këtë kishë, në këtë vend të shenjtë. Sot kemi dëgjuar emrat e apostujve. Dhe sa herë i lexojmë në Ungjil, sidomos të rit e fëmijët i pyes, a i dini emrat e apostujve? Me i pyet për ekipet e futbollit i din të gjithë lojtarët, edhe ata rezervë, por emrat e apostujve që nuk ndrohen janë po ata 12 që ishin në kohën e Krishtit, i dini cilët janë, është mirë t'i mësojmë. Është mirë t'i kujtojmë, sepse Jezusi i zgjodhi ata 12 dishepuj më të devotshmit, të cilët gjatë shekullit të parë pas Krishtit udhëtuan mijëra kilometra duke predikuar besimin, lajmin e gëzueshëm dhe në saje të dashurisë së Zotit predikuar, ata ndryshuan historinë e njerëzimit përgjithmonë dhe janë dishepujt më me ndikim e më të njohur në historinë e njerëzimit, në historinë sidomos të krishterë. Ne madje bartim shumë emra që na identifikojnë me apostujt, e për më tepër si shqiptar, burremi, trenohemi, jemi shumë të privilegjuar, të lumtur, se shënpali mbolli farën e Ungjillit edhe në Iliri. Apostujt që ishin hebrejnë, që ja kushtuan gjithë jetën e tyre nxënës të Jesu Krishtit, si burra të mëdhenj, përhapën lajmin e gëzueshëm dhe gjatë veprimtarisë tyre i qëndruan besnik mësimit Krishtit. Përveç Gjonit, nxënësit më të ri të Jezusit, atij ungjilltar, deri në martirizim, të gjithë i qëndruan besnik. Pra i zgjodhi dhe dërgoi 12 nxënës, apostuj. Jezusi i thirrri, thot ungjilltari, rreth vetës e u dha zotësi, u dha pushtet që të shërojnë sëmundjet. Por edhe i dërgoi të shpallin mretninë e hyjt. E cila është ajo mretni? Vështërsia më e madhe njerëzore, e sidomos e mbretërve të fuqishëm, ka qenë që të krijojë një mretni të fortë, të pushtetshme, që me fuqinë e kësaj bote kanë sunduar të tjerët. Mretnia të cilën Krishti e shpall është ajo që nuk do të ketë kurrë mbarim, sepse mbështetet në virtytin e faljes e të dashurisë. Dhe të gjithë ne që jemi këtu, pikërisht ndjehemi bashkë qytetarë të kësaj mretnie të Zotit, duke rrugtuar si nxënës të tij në jetën tonë. Të Marku ungjilltar, e sot ne kemi lexuar Mateun, të Marku, nxënësit e Krishtit kalojnë shumë më tepër kohë me Jezusin, se sa që na e paraqesin Mateu e Luka.
Jezusi nuk bën asgjë pa praninë e të 12-ve, vepron mesin e tyre, dhe kjo është njerësi, pra e pranisë së Zotit mesin e njerëzve, e ata janë garantuesit e asaj që shohin me sy. Shohin veprat e Krishtit, mrekullitë e tij, janë dëshmitar, dorës parë, themeli i kishës, e cila që në atë kohë lind e përhapet në botë. Pra, Jezusi e krijon një bashkësi të vogël apostujsh, një bashkësi si një familje, që ta ndjekin atë, të jenë me të, të mësojnë prej tij, dhe i dërgon të predikojnë lajmin e gëzueshëm, u jep pushtetin e vet, të falin mëkatet e të dëbojnë shpirtrat e ndytë. Është Jezusi që na ka liruar në dashurinë e vet prej të gjitha atyre dyshimeve e frikës. Prandaj jetojmë për ta. Qëllimi i jetës tonë është ai. Dhe pikërisht për këtë arsye, pra, me zgjedhjen e 12 apostujve si misionar, ai u jep udhëzimet e veta që të vazhdojnë të rrugtim në jetën e tyre, janë të vlefshme ato mësime edhe në ditët tona, e do t'jenë gjithmonë dobishme për të parë vlerësuar kujdesin në për bashkësitë tona mbaritore, kujdesin e Zotit, i cili edhe nga njëherë kur ne dyshojmë, hezitojmë, nuk do të harrojmë se ai megjithatë është gjithmonë besnik. Gjyqtari thot, Jezusi kur pa turmët, ndjell dëmshuri për ta. Pra, dëmshuria e Zotit për ne është e pafund, ndërsa dashurinë e ka dëshmuar edhe me vuajtjet e vdekjen e vet në kryq, ndej merri gjallje, e përjetojmë Krishtin pranishëm e të gjallë në mesin tonë, i cili në sakramentet e shenjta vjen dhe qëndron me ne. Ke mundësin ta prekim me dorë pranishëm në qetnushmin sakrament, e marrim në zemrën tonë që ai të bëhet fuqia dhe udha e vërteta, jeta jonë. Vëllezër e motra, përveç kujdesit pra që Krishti ka për ne, duhet mendojmë cila është nga ana jonë, ajo që ne bëjmë për Zotin, në fakt për shpirtin tonë e për të afërmit. Cila është jeta ime praktike në raport me krejtë që na la Zoti, duke filluar nga sakramentet e shenjta. Dhe si thash sot, në këtë ditë feste, për ta fëmijë, familjet e tyre, për mbar bashkësinë, i kujtojmë edhe fjalët e Papës Franceskut, i cili në lidhje me sakramentet shpesh fliste në mënyrë konkrete, praktike, dhe shtronte pyetjet: a jeti i krishterë? Po, përgjigjeshin njerëzit. A beson në Jezu Krishtin? Po. Në sakramente? Po. Po pse atëherë nuk shkon ta adhurosh atë në kishë? Pra, pse atëherë nuk i afrohesh Zotit në mënyrë që mretnia që ai e shpalli e vazhduan të predikojnë apostujt, të mund të rritet brenda në zemrën tënde? Pikërisht pra, ajo që ne jemi të thirrur është të shpallim ardhjen e mretnisë së Zotit, të angazhohemi në shërimin e brendshëm shpirtëror të njerëzve, dhe për ta bërë këtë, duhet të ecim së bashku, të udhëhequr prej Krishtit,
ta lutsim që na bëjnë të shmitar të denjë, të lajmit të zueshëm, se cilin prej nesh të i pranishëm në rolin e vetë, qoftë me shtarë, motër nderi, prend, i ri apo fëmijë. Jezusi është miku më i mirë, më besnik, me cilin mund të komunikosh gjithmonë. Ti jesh gjithmonë me të. Ti tregosh gjithçka. Mund të flasësh me të e çdo miqësi. Gjithmonë forcohet më shumë atëherë kur shoqërimi është më i shpeshtë. Prandaj të vim të diellave, festave, ta marrim Krishtin zemër me përkujtni, e të rkthehemi në mënyrë që duke ja besuar Zotit veten tonë, mund të përtrihemi në fe. Pra, gjithmonë më e madhe miqësia jonë me Krishtin do të jetë nëse takohemi me të më shpesh, e angazhimi ynë është i nevojshëm, hyj nuk do të mungoj kurrë në jetën tonë për të na ndihmuar, pa marrë parasysh se na duket sikur vështërsitë e jetës po na mposhtin, njeriu po lodhet, e në këtë mënyrë po kalon në një indiferentizëm, qoftë edhe shpirtnor. Dashur vëllezër e motra, në këtë ambient të bukur që sot, në këtë të diell festive, i lutemi Zotit, që të ndihmoj të gjithëve, ta jetoni atë që besoni. Shën Teresa e Avilës e thoshte se të gjitha kohrat kanë qenë të vështira për ta jetuar besimin ashtu siç kërkon Zoti prej nesh. E ne pse duhet të përjetojmë kryqe të mëdha në jetë në mënyrë që t'i kthehemi Zotit? Pse duhet të ndodhin tragjedie, luftra të ndryshme që sërish t'i kthehemi jetës shpirtnore, t'i besohemi Zotit? Si në të mira, si në të vështira, dhe ti qëndrojmë besnik duke lutur Zotin në familje tona, pa marë parasysh se mund të thani, jo ata s'pungojnë, jo fëmija s'pungojnë, jo të rritë kështu, e kështu me radhë arsyetime të ndryshme, mbi të gjitha, dashur prindër, mundoheni që rive e fëmijëve t'u jepni këtë dëshmi të mirë, duke ju parë juve se jeni parasyshëm, duke ju parë juve se po merrni kohë për jetën shpirtnore. E koha e lutjes është ajo që e zgjeron zemrën, që e bën atë të aftë ta duaj Zotin e të afërmin. Prandaj me këto fjalë uroj që bekimi i Zotit të shoqërojë jetën e tyre, juve dashur fëmijë që sot po merrni kungimin e parë, të rit që t'i kushtohen edhe më fort jetës shpirtnore, që t'jenë pastaj të lumtur e të suksesshëm në jetën e tyre, e të gjithë juve vëllezër e motra t'ua jap kiret e bekimet që ta ndjekni atë në udhën e jetës. Amen. Qoftë i tuaj Jezu Krisht. Besoj në një hyjë të vetëm, Atin e gjithë. Jezu Krishtin, Një të vetëmin birin e hyjë të e lindër. lindër prej Atit Parë të gjithë shekujve, Hyjë prej hyjë, drejt prej dritës, hyjë vërtet prej hyjë të vërtet, i lindur jo i krijuar, i një i qenshëm me Atin, me përmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet, ajtën e njerëzit, dhe për dhe shpëtimin shpëtimi do të Spirit për qiellit, e u mëshuar për këtë shpirt të shenjtë, për i Virgjës Mari, dhe u dhe u bë njeri, dhe u kryqëzua për ne në Pontin Pilat, soi soi Golgotës, dhe u dhe u ngjall të drejtën tek sipas shkrimeve, e u ngrit në qiell, dhe në të djathtën e Atit, dhe përsëri do të vinë nga ti për të gjykuar për gjallë çdo të vdekurit, e e mbretëria e tij në të ketë marrën, besoj në shpirtin e shenjtë, që është sot e vënës, që që rrjedh jep prej e atit atë prej të virit, virit, që me atin e me virin, adhurohet e vërtetë, që
që folën nga profetët, edhe një kishë vetme të shenjtë, katolike apo apostolike, dëshmoj një vaksin të vetëm, për faljen e mëkateve, pres gjallën e vdekjes dhe jetën e pastosur. Vëllezër e motra, pasi që kemi shprehur besimin tonë, t'ia drejtojmë lutjet hyjit tonë, që të na mësoj të jetojmë bashkësi me të dhe me njëri tjetrin, themi së bashku me zemrat e gëzuara, na dëgjo o Zot. na dëgjoj o Zot. O Zot, dërgoj shpirtin tënd që ta udhëheq papën Gjeorin i peshqvin tonë dotën. Peshtarët që ta ndërtojnë këtë botë në dritën e Ungjillit, në dashuri dhe paqe, të lutemi. Na dëgjo o Zot. O Zot, në këtë ditë të përkujtimit të kushtimit të kësaj kishe, të kërkojmë të ndihmosh kishën tonë dioqezane, të ndërtoj kisha të gjalla në zemrat e njerëzve, të lutemi. Na dëgjo o Zot. O Zot, të falenderojmë për pamullëtarin tonë Don Kuller, për motrën Han dhe të gjithë ata që na kanë përgatitur për këtë takim me ty. Ndihmoje në jetën e tyre, të lutemi. Na dëgjo o Zot. O Zot, të falenderojmë për prindërit të famullitarin tonë Don Kuller, për motrën Han dhe gjithë ata që kanë mbjellur në dashurin ndaj teje, ti shpërbej me dashurin tënde, të lutemi. Na dëgjo o Zot. O Zot, të gjitha atyre që si vjetë të marrin kukimin e parë në mbar botën. Ndihmoje të shndrojë në dashurinë tënde dhe në besimin se ti e gjithmonë me neve deri në mbarim të botës, të lutemi. Na dëgjo o Zot. O Zot, të gjithë neve që jemi këtu të praneshëm, na dora shpirtin e mësisë dhe besnikërisë në rrugën e jetës së të vdekurit tanë, ta adhurojmë gëzimin e kostisë sa mësuar, të lutemi. Na dëgjo o Zot. O Zot, hy i gjithë pushtetshëm, pranoj lutjet që ti drejtuam nëpërmjet kohës së këtyre fëmijëve dhe të gjitha ato lutje njete me cilat ke marrë të morin pjesë në këtë mishë shenjtë. Në ndërmjetësinë e Shmasianit pranoj dhe shpërblej në mirësinë tënde të që të mësonda në shekuj të shekujve. Amen. Në të nuk
Lutuni, vëllezër motra, që flia ime dhe juja dale pëlqyeshme para hyjt, atit të gjithë pushtetshëm. Zote përmano, i përduar të tua, ajo si vetë të vërdojnë dhe të mbartë. O hyjt, ti me bukën e verën, na jep shujtën që na ushqen, dhe sakramentin që na përtrin. Mos na lër kur po të lutemi, pak të ndim për trupin dhe për shpirtin, në për Krishtin e Zotin e tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me Ti lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyjin tonë. është punë e drejtë dhe drejtë. Për një mend është punë e denjë dhe e drejtë, është detyra jonë dhe burim shpëtimi. Të falenderojmë gjithmonë e gjithkund, ty o Zot ati i shenjtë, ty gjithë pushtetshëm dhe i amshuar, në për Krishtin Zotin tonë. Ai për mëshirën e vetë kundrejt gabimeve të njerëzve, u dënjua të linë nga virgjëra, duke vdekur në kryq, na liroj nga vdekja e amshuar, dhe duke unë gjallur prej së vdekurish, na dhuroj jetën e pasosur. Dhe prandaj, bashkë me engjëj e kryengjëj, me frone dhe Zot rues, dhe me të gjitha radhën e ushtrisë qiellore, o këndojmë himnin e lavdisate, duke thënë pa pushim. Zoti hyjë gjithësisë, qielli e toka janë plot me lavdinë tënde. Hosana, Hosana, në lartësitë qiellore. Hosana, Hosana, në lartësitë qiellore. Bekuar qof ai që vjen në emër të Zotit. O Hosana, o Hosana, në lartësitë qiellore. O Hosana, o Hosana, në lartësitë qiellore. Me të vërtet je shenjtë o Zot, burimi çdo shëtrie. Ty pra po të lutemi, shëtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krishti. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj e theu u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të lijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka mori edhe kelkun, përsëri të falenderoi, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i besnikës së re dhe të amshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim.
Misteri I fesë. Kur vërtetën tënde o Zot, shpallën gjalljen tënde, dhe presim ardhmën tënde. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit. Dhe po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtni që Shpirti Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mend o Zot për kishën tënde, të shpërndarën katër anët e botës, për sosën e dashuri bashkë me papën ton Leonin, me peshvin ton Doden dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë në mend edhe për vllazërit tanë e motra tona, të cilët po shuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqnë në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, në Marin Virgjën nënën e Hylince, me Shën Jozefin patin e saj, me shenjtit apostël me të gjithë shenjtit, që gjithëherë të përgjyen që të madhrojmë dhe të lepdrojmë në për Jezu Krishtin, birin tëndë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë pushtetshëm, me bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qofton lere lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. E tani si vëllezër e motra, për të bashkuar në emrin e Krishtit, së bashku të lutim muratën që ai na mësoi. Ati ynë, Që jeni në qiell, ushqej rrofë e rrjet, Mbretëria jote, u bën vullnesa jote, si si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na I fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na let të bimë në tudim, por por na lëre nga I keqi. Na liro për të lutemi o Zot, prej të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde, na jep paqe në ditët tona. Në sajë të mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, dhe do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shërbuesit tonë Jezu Krishti. Jo, Sot je mbret, je gjithë pushtetshëm, je lutur në mshim. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve tu, po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Mos I shiko mëkatet tona, por fenë e kishës sate. Jepi asaj si pas vullnetit tënd paqe dhe bashkim. Ti që jeton emretna në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Japim njëri tjetrit shenjën e paqes. Shoju amit lina bre. I
Ja qëngji hyt, ja ai që shlyen mëkatet e botës. Lum ata që janë të thirrur për gostimin e qengjit. O Zot, nuk jam i denjë që të marr pjesë në pjesën tënde, Por të një fjalë të vetme dhe shpirti im të shoqëroj. Tani, familitari do të ndaj kungimin tre fëmijëve që për herë të parë po marrin kungimin shenjtë sot, e pastaj do të vazhdojmë edhe të fungojmë të tre në mështar. Questi mascoli.
duhet ujë. Krejt në fund të kësaj mishe, dëshiroj të përshëndes Don Agim Qekinin, komunitari Prishtinës, i cili e udhëheqi këtë mish me fjalë bukura, pra Don Agim Lund Goja. Po ashtu e përshëndes e Don Pavlinin Salezian në Don Boskon Gjilan. I përshëndes shtektarët nga famullijat për rreth, e posa që i përshëndes shtektarët nga ish famullia jeme, famullia e Becet e Gjakovës, të cilin kanë ardhur një grup. Përshëndes këshilltarët për angazhimin e tyne, ministrantat, Don Matan për meshën që tha në ora 9 gjumokrate me besimtarët e Janjevës, e përshëndes Radio Marien e Kosovës për transmetimin e meshës. I përgëzoj ta 3 fëmijë që kanë marrë për herë të parë Krishtin zemër, urime juve dhe familjeve tuve, urime mbar famullisë e Peshterit. Dhe në fund i përshëndes policinë e Kosovës, të cilët janë këtu të pranishëm për me e mojtë rendin e kësaj meshë shenjte, i falenderoj përzemërsisht. Pra, tash të i qomin kom dhe marmi bekimin nga Don Agimi. Të lutemi, o hy, bëj që ky kungim që morëm shenje bashkimit e besimtarëve në ty, të sjellë edhe njësinë e kishën tënde, në për Krishtin e Zotin tonë. Zoti qoftë me ju, dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen. Mesha ju nimoft me bekën Zotit, shkoni në paqe. Falenderoj hyj. Bravo. Qiko, kapi që tu, të kom një për një lejësje. Vide. Jo për një që për një si sprafë. Në një shqipjem të putë. Qashtë.
Mos më po foto, Marian, vina të ndëgju prap, faleminderit për transmetim.